Java e dyerve të hapura është duke vazhduar në shkollën profesionale Kadri Kusari në Gjakov, përmes të cilës po promovon profilet ekzistuese si një mundësi e mirë marketing për klasët e nënta. Dafina Deva, këshilltare e karrierës, tha se këto ditë janë vendimtare për orientimin e nxënësve drejt profesionit të tyre të ardhshëm. Është dita e dytë në cilën në shkollën tonë kemi dyert të hapura, është vazhdimsi e promovimit të shkollës tonë, veç dihet që që nxënësit e klasëve të nënta të komunës së Gjakovës janë në përfundim të vitit shkollor dhe ka nevojë për orientim në drejtimet e caktuara, të cilët ata duhet i përzgjedhin. Qëllimi kryesor është njohja e nxënësve me drejtimet të cilat ne i kemi, mandej me ambientin e shkollës, me kabinetet, me punën e cila kryhet gjatë një procesi mësimor një viti. Gjithashtu edhe me drejtimet e cilat i kemi, duhet theksuar që në shkollën tonë ne kemi ekonomi si drejtim, juridik, teknologji, hotelërit dhe turizëm, vetërinë dhe bujqësi. Gjitha këto drejtime me profilet e veta janë drejtimet të cilat nxënësit mund të aplikojnë në kohën kur është e caktuar dhe mund të orientohen sipas dëshirës të cilën ata vetë përzgjedhin. Ndërsa Rezarta Deliaj, nxënëse, nuk nguroi të shprehte opinionin e saj për vizitën që bëri. Sot kena vendosur mi vizitu disa shkolla Gjakovës, një ndër to ishte edhe shkolla ekonomike. Kjo shkolla era shumë përshtypje, ku korridori ishte i mbushur me nxënësët të cilat na shpjeguan për drejtimet që mund të marrim në këtë shkollë. Drejtimi i hotelërisë, i cili ishte shumë i bukur, kishte shumë praktik, ishte një vend sikur me qenë në hotel. Kjo javë është shfrytzuar mjaftueshëm nga nxënësit të shkollave të ndryshme të klaseve të nënta, të cilët nga afër janë njohur me suksese dhe programet që disponon shkolla.